lidhur me praktikimin e fesë. Prandaj natyrisht, unë i kujtoj mësimet e para nga imami i xhamis, i cili na thoshte se nuk është obligim për juve të agjironi, jeni shumë të vegjël, po provoni një pjesë të ditës, prej syfyrit, zgjoni sparin syfyr me prindrit e juj, pastaj provoni deri në gjysmët e ditës. Pasi ne interesoheshim pse është më rëndësi kjo, çka ndikon kjo në jetën tonë e të tjera, natyrisht një prej sqarimeve ka qenë se vetkontrolli, vetedukimi që njeriu të di t'i thot vetes jo. Pra, edhe në aspektin e literaturës psikologjike shohim që vetkontrolli është një shkollë në vete. Pra, njerëzit vuajnë nga abuzimi me substanca, vuajnë nga pirja e duhanit, nga veprimet të ndryshme cilat janë të dëmshme për jetën e njeriut, dhe kur i pyet dikush pse nuk po ndalesh, apo e shet që po shkon drejt vetë shkatrimit, thot nuk po muj më nal, nuk po muj më nal. Thjesht, ideja e Ramazanit është që njeriu të di t'i thot vetes stop, atëherë kur e sheh që një veprim është në kundërshtim me interesat apo dëmëthon që është i dëmshëm për jetën e tij. Duke ditur se në Kosovë këtë atmosferën e Ramazanit në fakt e kanë lakmi edhe plot vendet të tjera të përfshirë kaq shumë e gjithë shoqëria, po në plot si është atmosfera me shqiptarët atje, ka sadopak një frym të tillë ose ftesa të ndryshme mes familjesh, kushërimve për iftare? Natyrisht se po. Unë do të theksoja dallimet mes Ramazaneve të para që unë kam përjetu në vendlindjen time dhe tani. Natyrisht, unë vi nga një vend me pakic shqiptare, Mali i Zi është, natyrisht e dim që është pjesë veriu i Shqipërisë etnike, dhe atë pjesë nuk e harrojmë kur rrenjët tona. Megjithatë, për faktin se atje që nga kohrat e hershme, e deri më tani, është i rrezikuar identiteti shqiptar i shqiptarëve, pakicës shqiptare atje, natyrisht që edhe praktikat e njerëzve janë më shumë të orientuara ka ruajtja e identitetit nacional apo shqiptar. Prandaj, përsa i përket kësaj anës fetare, nuk do të thoja që është një komunitet shumë fetar, siç është në Kosovë ose në Maqedoni, por natyrisht njerëzit i respektojnë edhe i shtojnë vizitat familjare gjatë muajit të Ramazanit, takimet mes veti, shoqënia e të tjera. Natyrisht, kjo pjesë e vizitave farefisnore, rindërtimi dhe rilidhja e lidhjes farefisnore është shumë më rëndësi dhe ne e gjejmë edhe në literaturën e psikologjisë që